Ja sa feta bukë duhet të hani në ditë dhe cila bukë është më e mira për zemrën. Mësojeni tani. Gluteni shfaqet në disa variante, në të gjitha ushqimet e mira, në biskota, në pica ose edhe sigurisht edhe tek buka. Por tani një kardiolog është për të treguar për ushqimet të cilat nuk kanë më bazë glutenin dhe janë gjithashtu mjaft të mira për t'u përfshirë në dietën tuaj, sidomos nëse jeni intolerant ndaj glutenit dhe keni probleme me shëndetin e zemrës. Dr. Steven Gundry përforcon ato që shumë nga ne kanë dëgjuar këto kohë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ajo ndjeshmëria ndaj glutenit është diçka e vërtet edhe te njerëzit që nuk janë të vuajtur nga sëmundjet autoimune celiake. Gundry thotë se njerëzit duhet të shmangin glutenin për të ulur rrezikun e inflamacionit që mund të çojë edhe në rritjen e peshës. Dr. Gundry është armiku i lektinës, një proteinë bimore që mund të dëmtojë stomakun, gjithashtu edhe zorrët tuaja, ku bën pjesë edhe gluteni. Ai thotë se nëse duhet të hani bukë, ajo që duhet të konsumoni është gjithashtu buka e cila përgatitet vetëm në shtëpi edhe mund të zgjidhni përdorimin e këtyre rasteve për ta konsumuar. Ajo përmban miell bajamesh, gjalp bajamesh, vaj are kokosi dhe absolutisht jo drithra, soj ose edhe maja. Nëse vendosni të mos hani prodhime të përbëra nga drithrat, produktet me miell bajamesh janë alternativa më e mirë, sidomos nëse jeni gluten free ose doni të mbroni edhe shëndetin tuaj të zemrës dhe jo vetëm. Në maja, një studim ka zbuluar se shumë produkte të glutenit mund të nxisin obezitetin edhe përfshirë edhe ndikimin e majas që mund të krijojnë probleme me stomakun dhe probleme të proteinës. Por i të vërtetës, ato mund të ofrojnë një mbrojtje më të mirë për shëndetin, sipas revistës mjekësore britanike. Buka e përgatitur në këtë formë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për personat të cilët duan të kenë një organizëm më të fortë dhe nuk e tolerojnë gjithashtu edhe përdorimin e glutenit në dietën tuaj. Përdorimi i glutenit te disa persona mund të nxjisë edhe inflamacione të sistemit tretës, për shkak se gluteni është një proteinë e cila nuk tretet si duhet për organizmin tuaj. Ndaj bukën që preferoni ta konsumoni, duhet ta përdorni sipas sasive të cilat ju toleron trupi. Të dhënat e Eurostat tregojnë se shpenzimet e shqiptarëve për bukë dhe drithra janë shumë të larta në raport me të ardhurat e tyre. Sipas këtyre të dhënave, këto shpenzime janë më të larta krahasuar me vende të tjera të Europës. Buka është kryesore për çdo njeri në këtë vend, aq më tepër kur në çdo vakt na vjen natyrshëm të themi: le të ham bukë. Por siç thot populli, gjella me krip dhe kripa me karar, ndaj kur vjen fjala te konsumi bukës, edhe ai duhet të ketë një kufi. Çdo drith tjetër mund të mbulojë nevojat jetësore të bukës. Racioni i nevojshëm ditor i drithrave mund të jetë edhe në barësi të moshës, gjinisë dhe aktiviteteve që kryeni. Një fet bukë normale konsiderohet si një racion, por jo çdo fet është e njëjtë me tjetrën. Ndaj kujdesuni që buka të jetë me drithra të plota. Po kështu racioni ditor i bukës dhe i drithrave është në varësi të moshës, gjinisë dhe aktivitetit fizik. Racioni ditor i drithrave përmban bukë dhe çdo drith tjetër që ju e shtoni në menun tuaj të ushqimit. Ekspertët thonë se gratë nga 19 deri në 50 vjeç duhet të konsumojnë 6 racione të drithrave në ditë. Gratë mbi 50 vjeç duhet të konsumojnë 5 racione drithi në ditë. Burrat nga 19 deri në 30 vjeç kanë nevojë për 8 racione drithi në ditë, ndërsa ata nga 31 deri në 50 vjeç kanë nevojë për 7 racione. Burrat mbi të 50-ta duhet të konsumojnë 6 racione drithi në ditë. Të vegjëlit dhe adoleshentët kanë nevojë për më pak racione drithi në ditë. Sipas të dhënave, drithrat e plota, por jo të përpunuara, janë më të pasura me ushqyes. Ekspertët këshillojnë se gjysma e bukës që konsumoni çdo ditë duhet të jetë e përgatitur me drithra të plota. Në varësi të drithit të përdorur, buka ofron vitamina të grupit B, minerale dhe fibra. Vitamina B rregullon metabolizmin dhe ndihmojnë në sistemin nervor. Fibra është e nevojshme për tretje, ndërkohë që mineralet janë të domosdoshme për sistemin imunitar dhe gjithashtu nivelet e oksigjenit në trup. Buka është një ushqim i pashmangshëm që përdoret në të gjithë botën. Ka lloje të ndryshme të bukës, por më së shumti konsumohet buka e zezë dhe ajo e bardhë.
Eksperti i ushqyerjes Ruki Palmer foli për dallimin midis bukës së zezë dhe asaj të bardhë, cili është ndryshimi i vërtetë i të dyjave. Ndërsa nuk ka dallime të mëdha në kalori, ka një ndryshim të madh në lëndët ushqyese që përdoren edhe në to. Bëhet fjala për lëndët ushqyese. Buka e zezë padyshim është më e pasur me lëndë ushqyese se sa buka e bardhë. Buka e zezë bëhet pjesë e të korrave të grurit, krundet dhe embriondet, prandaj ka edhe një ngjyrë më të errët. Buka e bardhë zhvishet nga të gjitha këto dhe mund të jetë gjithashtu edhe shtuar ngjyrues. Buka e zezë bëhet nga mielli i grurit i cili nuk përpunohet për të hequr krundet dhe embrionet. Është një ushqyes sepse përmban shumë fibra dhe lëndë ushqyese më shumë se buka e bardhë. Gjithashtu buka e zezë është më e pasur me fibra dhe përmban më shumë vitaminë B6 dhe vitaminën E, magnez, acid folik, mangan, zink, gjithashtu edhe nivele të mira të bakrit. Buka e zezë është sigurisht më e shëndetshme dhe me ushqyese dhe me kalori. Vlerat ushqyese të bukës së zezë janë veçanërisht të përshtatshme për të rriturit dhe njerëzit, të cilët janë të fokusuar gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Buka e bardhë është të bërë nga mielli i rafinuar i grurit që përpunohet për të hequr krundet dhe embrionet. Në të dyjave, ekspertët këshillojnë vazhdimisht edhe konsumin e bukës së zezë. Buka e thekur është pjesë e pandashme e një mëngjesi të shijshëm dhe gjithashtu edhe të shëndetshëm. Ajo shijon shumë nëse lyhet me pak gjalp të shkrirë ose akoma më mirë nëse përdorni vaj në ullirit. Por vlerat e bukës së thekur shkojnë përtej shijes dhe aromës së saj. Buka e thekur mund të cilësohet edhe një zgjidhje për diabetikët. Buka e thekur ka dy vlera të mëdha për njerëzit të cilët vuajnë kryesisht nga sheqeri. Ato do të ulin nivelet e indeksit të glicemisë në sasinë e yndyrnave që përdorni. Normalisht, njerëzit të cilët vuajnë nga diabeti ose ata të cilët përjetojnë edhe përpiqen të bien nga pesha nuk duhet të konsumojnë këtë lloj buke, por gjatë thekjes indeksi i glicemisë të bukës ulet. Kjo do të thotë se buka ka një efekt më të vogël te niveli i sheqerit në gjak. Buka përmban një sasi të konsiderueshme edhe të yndyrnave. Thekja do të ulë gjithashtu përmbajtjen e yndyrnave tek buka që e bën më të lehtë edhe për organizmin tuaj. Gjithashtu tretja do të jetë më e lehtë me përdorimin e këtij produkti. Buka e thekur vjen në ndihmë të njerëzve të cilët vuajnë nga shqetësimet e tretjes. Buka e thekur mund të cilësohet një zgjidhje shumë e mirë nëse kombinohet edhe me bananen, orizin ose salca të ndryshme, të cilat përdoren edhe kundër problemeve të diarres. Do të keni më shumë energji në trupin tuaj nëse konsumoni bukën e thekur në mënyrë të rregullt. Buka e thekur është e pasur gjithashtu me nisështe e cila ofron shumë energji. Kjo e fundit është domosdoshme për organizmin kur kërkon të përpunojë si duhet ushqyerjen. Gjithashtu nëse vuani nga të përzirat, përdoreni bukën e thekur në dietën tuaj. Kombinimi i një gote me qumësht me një fet bukë të thekur me pak gjalp ose vaj krijon një trajtim efikas kundër të përzierave të stomakut. Megjithatë, një trajtim i tillë nuk rekomandohet nëse jeni të prekur nga virozat ose gjithashtu edhe nga produktet e bulmetit që mund të kundërveprojnë në kombinim së bashku. Buka është e shëndetshme dhe rekomandohet që sipas të dhënave të mos e zerë pjesën më të madhe të konsumit të ushqimeve, por duke u përdorur si duhet në menunën tuaj ushqyese, do të përbëjë një faktor ndikues pozitiv në rritjen e vlerave të trupit dhe largimin e komplikacioneve të tij. Buka integrale është ajo e cila përdoret më së shpeshti në ditët e sotme. Buka cilësore nuk ju shton peshë trupore ndërkohë që plotëson madje 10% të nevojës tuaj ditore për hekur albumin. Buka e bardhë është më e mira të shmanget sepse ka sheqerna të shtuara dhe mund të ndikojë gjithashtu edhe në përkeçimin e shëndetit tuaj nëse jeni intolerant ndaj glutenit. Buka mund të shtojë kilograme të tepërt në trupin tuaj, por konsumi i saj brenda normës së lejuar dhe në sasinë e duhur mund të cilësohet një alat i vërtetë i organizmit. Mos e teproni me konsumin e saj nëse jeni intolerant jo vetëm ndaj glutenit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.